Sot jemi me 7 maj, shkoj një javë e majit, tash është e mërkur, sot kemi thonë që s'ka me pas shi, kështu që si gjithmonë, na del gabim, sot po ka shi. Se merum që s'ka me pas, veç ka me lag pak, po raka qa shi. Ja, shiut. Pas ka laga? O më ka bat qëllë, do me Që që thojnë shiut anglisht? Rain. Rain, Po, bravo. rain është shkruat. Rainbow në është apatikat. Po që mas e përmende fjallin rainbow, rain është Gjatë vrej dalin këti fjallë. Dalin, po dalin fjallë, se pëdhëm rain. Kjo është vanjoni punës me që përmendishe. Rain është shiu, apo? Po, shiu. Okej. Se i thune shiu, Shiu. na I shiu. thojnë këta të pejës. Sa kiti me të pejës? Shiu. Oj, Shiu. një ditë e kom nëzon vetën, E pse thuni ju, oj, apo një gut oj. Pse këthuni ju të ferizojit kërëvez një kajtje i ferizojit me o? I ferizajit. Ferizojit. Ferizajit. Më nësh me thomë se thuni shlaje e ju lëshaje. Po, thujnë që ashtu pjesa jugore, So, në thamë, pjesa halo jugore shlaje, e Kosovës, pjesa jugore e Kosovës dhe Maqedonia thujnë shlaje, jo... Lëshaje, nuk i di qa është ajtë fjallë. Prape përdori këtë shamullin, si na që thujmë jo me shpëtu, na thujmë me pështu. Të më thonë, ndrojmë bashtingloret. Me qëta të Prishtinës brejshin ka njerës perfekt. Prishtinës, perfekt. Ani mirë, unë kom linë Prishtinë, po se di ajo ma neja qka. Po, rain është shiu, apo? E bou i bjen hark. Hark? Hark, po. Do më thonë, hark, kur bjen shi, i bjen bow, se bow and arrow, shigjeta edhe harku, është bow and arrow, po, qka i bjen tash, rainbow, hark i shiut. Qa për ta përmendja që do më thonë rainbow? Hark i shiut, shi kur bjen, që bot një hark. Hark i shiut. Hark i shiut. Që thujnë adha soj, bre që dole me këshyr Ilberin. Ilberin, dhe që thojnë dhe Ilberit, që thojnë Ilberit. Se së të më kujtu Ilberit. Që shqitoj Ilberit shqip? Shqip ta është. Ilberi, pra, do më thonë, në gjuhën angleze, është e kryu me pej 2 fjallëve, pej fjallës shi edhe hark. Bërne se kom menu qëto kur, falimderit që na përmende qëto, që na u kujtu rainbow, po qëta shë pas në vërtet, kur se kom menu rainbow, se kom lidhë qashtu që është hark i shihut, pra në gjuhën angleze. Mirë. Donita ka përgaditit qka? Po përmënej tash kalojmë një stat tjetër se ma anishën e kom kry që ato sanet elementare, tash përdu pak më mësu edhe me praktiku, me ledzu, tani me anis me fol ka dal, jerën tjetër kur të vi, po du me fol me juve veç anglisht, uroj të realizoj këtë. Ku më bo një tekst minimalist, ashtu. Hajde të njerë në gjuhën shqipe. Qa ki bo, e ki shkru vete dhe e ki përkthy vete? A ke përkthy me Google Translate a vetë? Se më ka raj, se kom shkru vetë. Se ki shkru vetë, mirë Po dhe së është dhe. najsen kështu po s'po t'ako, besëm, se me pas shkruane. Ose aja bojmë qështu. Preti shpak e donit. Hajde. A, me ledzu veç që anglishtën pithusha? Po, jo, le të ledzoni herë edhe shqip, qështu. Po. Këtu poshtë e ka në gjuhën shqipe, Po. këtu e ka anglisht. Po tash të shojmë në gjuhën shqipe le të ledzoni edhe apo e mban mend mandej prej gjuhës angleze Me përkëthyja. Ledzoni herë në shqip. O, ku je profesorishi qiti brina ta është i kjo. Qiti brina të po e vështira, pëse? Dhije Marit. Si jam vëshën e vështira. I tha vetës dhije Maritësit. Unë jam proud që jam e Maritësit, e Prishtinës. Vesh edhe dush me anis me hongër kështu si dhija, e dine shikus dasht në qysh hanë dhija. Afro pak me zoomin në kamerë qështu. Që, kështu qysh hajnë dhijt, qysh rinjë qështu. Ne që bënë kështu. Ska lidhje me rëndësi, Shumë ushqehën. një ku i nofëllës dhijt, se boj nofëllën kështu Do rëmlak. këti e ki një historit keqe me të Maricit, se sune hek ato që përmen gjëtë Maricin. Jo, për qanë në vërtet Maricit, se Pas në historia, e ka një shok një tokë në Marevë, se shkoj shpesh aty, edhe më përqen shumë Marivci, edhe është një vend ofër Prishtinës, një prej fshatrave më të mëdha me Edhe më territor. të bukra që i kemi. Ka plot fshatra, bukra është shumë i bukur Marevci, edhe është një pik në Marevc, ku mund është, do më thonë, edhe pse është ofër Prishtinës, edhe do këtë që Prishtina nuk ka bjesht në alta, diçka, është një pik në Marevc, ku mundin me shku, edhe mi po 6 shtete në të njëjtën kohë.
Jo në telefon, po i sheh malet e Shqipërisë, të Maqedonisë Veriut, të Bullgarisë, të Serbisë, të Malit Zi, vetje në Kosovë, edhe harova një. 6 u bëna. 6 u bëna? Apo, 6. Se harova, 6 ko kam bo. Ja, pse Mareci është i veçantë shikus doshtë. është i veçantë. Do më thonë, ditë këthel ta mundën mi pa 6 shtete duke përfi dhe Kosovën, ku jeni në qatë moment. është shumë fshat i bukur, po ja ka nisë më shtrejtu tokat edhe në Marevcë. Po, ha? Po. E pse edhe në Malishevi shumë më shtrejt tokat? Po, shtrejt, gjithë ka. Autostrada më si vjen Malishevi. Ka autostrada. Më falni pak se kolli nuk di pse më në gjiti, nështë që jam vish trash. Okej. Përshëndetje, unë jam Erdonita, jam gazetare. Kom shku me një tekst shumë minimalist. E dua punën time, sepse më zakonisht i ndihmoj njerëzit marrin vërtetën dhe jo vetëm. Çdo ditë flas me njerëz, bëj pyetje dhe shkruaj tregime të ndryshme. Punoj për një televizion që quhet TV1. Të jesh gazetare nuk është e lehtë. Duhet kontrolloj çdo informacion para se të shkruaj, duhet jemi kujdesshme, ndershme dhe shpejt. Ndonjëherë shkoj edhe në ato vende ku ndodhin gjëra të rëndësishme, ngjarje, intervista të shumta. Qëllimi im i vetëm është t'ju jap njerëzve lajme të qarta dhe të sakta. Besoj që gazetaria është e rëndësishme për një shoqëri të lirë dhe të drejtë. Ndihem krenare kur dikush më thot faleminderit për storyn. Më ndihmon ta kuptoj punën time më mirë. Që sa mirë shep, po kur dalim tash anglisht, çto është këtë esenca dhe essence. Ku. Mirë tha, the essence. Veçë shqipton the essence. Shumë i kumësu dhe fjallë. Dhe essence. Essence. Për shembull, I write, që e kam kurse thama, I write. E shqipton, masjo, ja fillon kjo me zanore, fjale ardhshme, kur e ki dhe, e lexon si the e Marevcit, thush the essence. The essence. Se ja fillon me zanore e ardhshme. Hello, I am Erdonita. I am a journalist. I love my job because I help people get the truth. Every day. Get the? Edhe njerë, get the? I help people get the truth. The truth. The truth. Okay, truth. Edhe shqipton pak si që, the truth. The truth. Ta shte truth që më dhe. Truth. Qatë që na bën heq? Truth. 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 Jo, truth. Ka dhe Qeja qeja. fillim. Që ke qeja së më moj. E boni truth. I get the truth. Jo, në anglisht, jo, në fund. Hade më falë që po të ndërprej, po tash na duhet me mësu. Jo, ndërprejlëm, s'ka lidhja. Emotional, damn it, you want? Më falni se o prisha emocionet të e lexua. Ja, s'ka lidhja. Ani të pishënojmë fjallë të rëndësishme, okej? Fjallë të nasi. A di çka bojmë? Ti lexo, unë e shkruj. Ti çato fjalë që është i shqip tu gabim, ti shkruaj tek ose që ka nevojë mu fokusu. Hajde, mirë. Lexoj edhe një herë për fillimit. Regjia mundësisht melodin. Melodin ta bojmë me kajt pak. Hello, I am Erdonita. I am a journalist. I love my job because I help people get the truth. Every day I talk to people, ask questions, and write stories. I work in a TV1 and sometimes for online. Being a journalist is not easy. I have to check all the information before I write. I must be careful, honest, and fast. Sometimes I go to places where something important is happening, like protests, events, or interviews. My goal is to give people clear and correct news. I believe that journalism is important for a free and fair society. I feel proud when someone says, Samira thash thank you for your stories, helped me understand my work. Thank you. Keq, tash në me e kini aplaus, se një me Erdonita, na nuk përbojmë këto ajgore, për Erdonita një me nuk ka dit anglisht, të thoni ka dit vesh pak fjallë dhe ka komuniku gjys me dur, gjys me fjallë dhe gjys me fjallë shqip edhe ka arrit me komuniku, po jo me dit që ka shminu me lezu, për shamu fjallë si honest që i kena diskutu, s'pe shqipton hën heq, dhe më thonë pëthush honest, edhe për shkruat me perfekt është. Dhe më thonë shumë mirë për lezan. Po dhe qëllimi i kësaj të mërkurës gjithmonë ka qenë për me sjell momente gazmore ofër juve. Ka shumë momente që unë i di Erdonita do gjona i bën me qëllim, veç për me i relaksu njerëz.
për me i bo pak me qesh në momentet caktume. Për shembull, një prej momenteve ka këtu kur e lexoj një fjali tha, jo skeçi kjo, prej anglishës e kthej në shqip, më falni se skeçi kjo. Jën gjana që Erdonita unë e di që i bën deri diku për me i bo të tjerë me qesh, edhe për me i bo muni mirë, po jo që realisht nuk e den që s'duhet me e thonë ose diçka. Kështu që një aplauz për Erdonitën edhe që ka energji, edhe mi bo do gjana që dikush tjetër, ose muj me thonë 1% shumë e lartë e gazetarëve tjerë në televizion, nuk kishin dalë hapta zi kështu. Ose që munden edhe me kritiku. E vërtet, pajtojë me këtë gjë. Hajde ta shte fjallë që duhet pak përmirësim. E vërteta. Mund është me lexu truth, po kur të bën tën me rën bashkë, zakonisht bëhet si ka një fartingulli si truth. Nuk është të, po është të. Ja, kur s'pedi që pëthuni qëta. Truth. Truth. Veç për seriozisht ta. E ki, dhe më thonë... Ku për thuni qatë qëjën, ku për vendosni? Në fillim është si që pak. Truth. Truth. Pa, të jena qëjën për thuni, se të dyja t'i bani bashkë. Truth. Truth. Jo, s'po moj, për që pak. Truth. Truth. Pred. Që për një mesër... Truth. Ma mirë truth, bre thune. Ja, truth nuk t'inglon mirë. Truth, do më thonë, nuk t'inglon. Truth. Truth. Nuk e shqipton shumë ta më shkronjën, po dyqyshtinë për të. Truth. Ja, s'po moj. Truth. 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 Veç të atë në qka. Hajde për përvojmë për shqiptojmë qështu. Jo, që për shqiptojmë qështu. This is the truth. This is the truth. Truth. Përserit e ma shpesh. This is the truth. Që shqip që shë kësha shkru. Që që kësha shkru shqip. Hajtë lezoj shto. Truth. Okej. Veç jo ta mën... Jo me bo që, ta mën për truth. Truth. E bon, do më thonë, e merë guhën, e kap guhën, e merë guhën, edhe që nalë të qilza. Kështu, truth. S'pe dja e në franceze. Guhën të qilza nalë. E bon si që. Provon me shqiptu tënë, po të e majtë guhën nalë në qilzë. Truth. Jo, vetë Ja, s'po moj. Rënë më se shqipta, hes vetë truth. Ka, deka. Rënë e bën vesi... Po, rënë e bën vesi... Rë Gjakovës. Mësë vënë një që jam qanë. Angles t'i kanë rejat e Gjakovës. Truth. Veç pak. Truth. Truth. Po, nëse e thu komplet që fjallin, të del ma let. Gabe, me e regjia. This is the truth. This is the truth. Bon edhe qështu. Që kur e thu në gjithë në fjalli, vjen ma... Ma natërshëm. E di që do këtë e qydeshme edhe për shikus, me shkru që do truth, po nëse edhe nëse shqiptoni që, si truth me rë Gjakovës, truth, atër shqiptohet t'inglën Amerikanqe ose Britaneze, njëjtë e bojnë, truth. Të më thënë truth, truth, truth. Truth është e vërteta, e shqipton edhe thënë që do truth. Truth. This is the truth. Okej? Që kjo është e vërteta. Këto journalist, që ka bova? Po, mirë, veç që këta është mirë me shqiptu me e. Journalist. Dyat si e-ja, dhe qëto e shqipton si e, qëto qëto, edhe qëto e shqipton si e, edhe qëto e shqipton, qëto a e shqipton si e. Dhe më thonë, nëse e thush Falë, se pak dhe jura tova. Nëse e thush journalist, do më thonë me e-ja e shqipton. Unë e shqipton ën, anë e shqipton e. Mësë më thonë journalist, po journalist. Shumë e thjesht, do më thonë, veç e thush journalist. Fjalla journalist vjen për fjallës journal, që vjen për frangjishtës, jurnal. Jurnal i bjen ditar, dikush që mban shënime. Lista ditarit. Jo. Jo, kjo fjalla est është si të special. Unë të më në list, kështu list. Jo, specialist. Apo këtë specialist. Specialist i ditarit. Jo, est, fjalla est. IST-ja ishtohet, për shamull futbol, futbolist. Do më thonë dikush që meret me futbol. Do më thonë gjurnal është ditar, dikush që meret me ditar, do më thonë që shkun shpesh, është journalist. Journalist. Do më thonë istin më së fokusohet e isti. Isti ishtohet gjithë shkafit që është një profesion që meret me piano, pianist. Pianist, Kupton? Piano, pianist, journal, journalist. Journalist. Okej?
I understand. Violin, violinist. Violinist. Atë si shqip, violin, violinist. A është diçka me që të vë dhuna, diçka violin. Qysh? Dhuna. Violence, po. Ajo është prap si violinë është, po violence. Shqito. Okej. Që important, mirë thash. Edhe qëto është mirë që të anë me shqiptu si ë. Important. Important, qashtu. Jo, se tha important. Important. Nuk e shqipton important, dhe më thonë theksin se qënë në fund, po e bën important. Important. Edhe teksi del ka mirë, important. Me dhe më thonë e shqipton, important. Important. Që dhe më thonë e rëndësishme. Okay? Something important is happening. Yes, something important is happening. Qashtu. Edhe, qëto? Qëto gjithë për... Po shqiptoj që që tha ti? Societet, dishka thash. Po, society, se pas në pas shkru, qëto me përkëtem, dhe qëto, pas në pas në lezë mirë. Po e sheni tash që shumë fjallë në gjuhën angleze, shumë shkronja që neve në duke... Albesa ma ka kalëzu qëto, pas në shkru mirë, society. Pa, po shkëm po merë shënimet i për tjerë, të një po vjen këtu, a? Një kafe merë një fjallë. Me që një që 3 fjallë, që jam e sinqerë. Erza, sa tha, kjo din ma mirë se që shqitet, këto e... Ja, Erza tha për një kuptim tjetër, e pat një konotacion tjetër. Si në anglisht i ka 2 kuptime, dhe kjo i pat 2 kuptime. Apo, a? Thank you very much. Society. Apo edhe kjo shqiptohet me ë. A më shumë interesant që shkruat society, qashtu. Se shumë shpesh ija lexohet aj në gjuhën angleze dhe vetë kurin është aj, po qka e ka një sen gjuhë angleze? Gjuhë angleze është edhe gjuhë gjermane edhe gjuhë latine, njëjtën kohë. Të më dhënë ka shumë fjallë latine, po është prej ardhen e ka është si gjuhë gjermane. Qatë shumë ka pas fjallë të huja që kanë hinë anglisht, që ato dhe lexohen ndryshe, varsisht prej kajt kanë ardhë. Si fjalla, për shembull, që kjo fjallë, 2 oja kur janë në anglisht, lexohen, për shembull, food. Po. Po, e ki edhe që të fjallën tjetër, dera. Dur. Dera. Dor, tash lexohet dor. Lexohet dor. Do më thonë, që ata në lexim ndryshojnë plot fjallë, varsisht prej prejarë që kanë ardhur. Që kjo lexohet food, që kjo lexohet dor. Po, se për shembull e ki fjallën, që kjo fjallë lexohet, për shembull. E që në lexojmë, së më kalëzani? Qashtë. Bomb. Okej? Po, tash e kini fjallë tjetër që krejt e ka bujnë, edhe ata që e din mirë anglishtën, që si janë anglisht fals, dhe më thonë, se kanë gjuhë amtare e gabojnë. Shkruj në shtonë se gaboj. Që për shkruj, jo e gabojnë, krejt e gabojnë. Qëto dhe më thonë... O, nuk e gaboj. Unë e për të garantoj që edhe në qëtu në studio, edhe në regji, ka shumë pak njerëz, të është që kjo. Shumë pak njerëz ka që e lexojnë qëto mirë. Ka kërkes me u përgjigjë. Tomb. Hajde? Ha? Qashtu. Të më thonë që lenti e diti, edhe na prej lojës, për shembull kur okon loja Tomb Raider, i kena thonë gjithmonën, Tomb Raider, jo Tomb Raider, Tomb Raider, po nuk është Tomb, po është Tomb. Që ke lexohet Tomb, e që ke lexohet Bomb. Bomb, Tomb. Fokusoni pak ma shumë qëto, Bomb, që Bomb, Tomb. Të më thonë, food, door. E di që nuk jep shumë shpresë që ke po mësohen e mas një kohë, dhe më thonë, bomb, tumb, dhe më thonë varrez. Shpresa vdes e fundit me tumbin. Dhe më thonë varë, tumb. Nuk është tom, po është tumb. Po ka prejardhje tjetër, për që ta arsye lexohet kështu. Se ka preazis kja? Nuk e di. Society, edhe që të sen. Për shembull që ke fjallë, për din që të fjallë? Say, po. Se unë se thash saj. Jo, ti e patë një fjallë tjetër, se kur thamë për shembull I say, hajde ta këshyrim? When they say, nëse s'ka veç pa, ku du të më konë kjo? Hajde. Në fond. When they... Fond? Veç pa. Says, në shumë. Jo, nuk është shumë. Says. Jo, veç nuk është shumë. Someone says. Jo, nuk është shumë, së është veta e tretë. When someone says. Të më thonë, e ki, I say, you say, he says. He says. I shtohet një së, në vetë tretë edhe lexohet says. Si Sezair, si me thonë Sezair, says. Apo kupton, e di që si ta shtrëllon pak edhe duket... Së janë bodë zënë fund, e njës me së, po përfundon me zë. When someone says a... Po, nuk thush... Nuk thush says, se është say, kur është pasë, është say.
po kur të bëhet veta e tretë, do më thonë vetën e tretë në gjuhën angleze foljet, për shembull, I do, you do, They edhe do. he, po, they do, se pra qato pash, his, pra, he does. He does, do më thonë, apëshe i shtohet s-ja në fund. Po kupton? Edhe e-ja dhe s-ja në këtë rast. S-ja i shtohet gjithë në vetën e tretë. He, she, gjithë i shtohet s-ja gati Po, edhe folja. bëhet she says. He says, she says. Okay. he says. Po në shumës edhe në shumës njëjtë metë. We say, you say, they say. Say. Do më thonë së ndronisë. Veç në vetë tretë He, she njëjtë. says. He, she says. Hajde se tash kemi na përkthy në shqip. Pret veç edhe pak, Pa e qa me këshyr. tëm? Says, do më thonë, okej, kur gjë tjetër. Hajde për Se këthe e kemi shqip. më pak se 4 minuta. Më pak se 4 minuta, Pak okej. këto të shqipe qa. Përshëndetje, unë jam Erdonita, jam gazetare. E dua punën time, sepse ajo më ndihmon të gjej të gjej të vërtetën. Çdo ditë flas me njerëzit, i bëj pyetje, as question, edhe shkruaj historie. Punoj për një televizion që quhet TV1. Të jesh gazetare nuk është e thjesht, easy, a ke e lehtë, e thjesht. Unë marr, I have. Unë kam të gjitha informacionet para se të shkruaj. Mundohem të bëj me kujdesshme, që të jafë të këtë, dhe e shpejt, nga njëherë edhe e sinqert, po, honest, edhe fast, e shpejt. Sometimes, ndo njëherë, shkoj në ato vende ku ndodhin gjëra të rëndësishme, si protesta, ngjarje, storje, intervista. My goal. Qëllimi jem. Qëllimi im është t'ju jap njerëzve lajme të sakta dhe korrekte. Clear. Të pastërta clear, and dhe të qarta. Po, vërteta. ashtu, edhe me përshtat fjallë. Fjolla clear qarta, thu. I believe. Unë besoj që gazetaria është e rëndësishme society që ke qikje dhe. Për një shoqëri të mirë dhe të sigurt. Jam shumë krenare kur dikush më thot faleminderit për storit e tua. Kjo gjë më ndihmon që të kuptoj më mirë punën time. Najse, mu edhe na janë me përkëthy na i tekst tjetër se komën si që më kam et pak në mene që e kum lexuar dhe shqip, por gjithsesi është e rëndësishme shumë jam tu i lexu çto dhe po më met në mendje. Hajde tash ti lexojmë fjalë të mrapsht, për i poshtit e të nalte. Çato ti përsërisim, çto që i tham. Hajde. Okej. Tumb, Po, bravo, vari. bump, Bomb. po. Bomb. Says, Jo, dhe poshtë këto që më fal. Dur. Door. O, door, më fal, se Tjera. çka. Food, Po, says, bravo. society, Bravo. important, Yes. journalist, Journalist. se që të ojën. Po. Truth. Bravo! Bravo. Bravo. Ej, pse banë regjia ato? Se u kry koha në shta, u kry koha. Po të lusi, po të lusi. Gjeloza, gjeluzjes më e mane. This was the truth. Pra, truth. E bën një që me guën e qëtë në qjelës edhe e këthen kështu. Truth. Truth. Edhe rëja e anglisht zakonisht është rë e Gjakovës. Truth. Okej. Letrën gjep. E shikus të dashtur. Dr. Slim, mos harrojmë të kallëzojmë që Dr. Slimi ju mundson, do të thonë, nga Natyra Therapy ju mundson me hum pesh përmes produkteve natyrale, do të thonë ka kafe gjelbërt, uthull të mollës, ka kanel në ta, do të thonë janë hapa natyral që ja u shpejtojnë metabolizmin, po plus edhe ja hupin apetitin. Do të thonë njëjtë mënyrë, shumë shpejt mundeni me hup peshë me to, krejt në mënyrë natyrale me Dr. Slim, janë edhe hapat, edhe pluri që kombinohen të dyjat bashkë, mundeni me thirrë në 045 956 000 në Natyra Therapy. Në Natyra Therapy mundeni gjithashtu me porosit edhe kollagen për çmim të një kollageni i merrni 2 pra nëse theni në këtë numër tani këtë numrin që kemi. E në këtë numrin tash po e shihni edhe ofertën e Dr. Slim. 34 euro 99 cent, një pako e pluhurit dhe kapsulat zbashku për me përgatit veten për një sezon të verës. Ose veç se me undi mirë, sepse s'ka rëndësi gjithmonë sezona, është rëndësishme me undi mirë në trupin tënë gjatë komplet vitit. Erdonit, faleminderit shumë. Thank you very much. Se kështë po Dr. Slim. Doctor. Dr. Slim. Mundesh me thonë doctor ose doctor.
Në Amerikë thonë si doktor, si me o, doktor. Slim. E përshëndesim doktor Slimin. E përshëndesim edhe falenderojmë në të njëjtën kohë edhe Telkosin, edhe ju falenderojmë edhe juve që gjatë këtyre 2 orëve keni qëndruar së bashku me mua dhe me Kekën, me Erdonitën, me mysafirët e tjerë këtu në studio me tema që i kemi trajtu. E na shihemi prapë nesër këtu në studion e herët, jo këto në atë të fillimit, me materiale, me storje, me gjithë shka tjetër, për emocionet të tjera, sepse po besoj që dhe sot do t'jetë një gjysmë finale tjetër mes Paris Saint-Germainit dhe Arsenalit. Shohim se çfarë emocione do të ketë në këtë mbrëmje, e ju po që një ditë sa më të bukur, në këtë mëngjes të hershëm, me të reshura, po që nuk do të zgjasin gjatë krejt ditës. Fare të me.